Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet e lavdërimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet dhe selamet mbi Muhammedin alayhis salam në ditën e bukur të xumës së datës 7 nëntor 2025 apo 16 Xumadel Ula të vitit 1447 Hijri. Ashtu siç kalon koha, ashtu shohim të dalin edhe disa njerëz të cilët nga dobësia e besimit që kanë përpiqen të përhapin bindje të reja. Se besimi është diçka e fshehur në brendësinë e njeriu dhe se njeriu nuk pas ka nevojë që të shkojë në xhami që ta dëshmojë atë. Sa keq dhe sa për të dhimbsur janë njerëzit e tillë. Kjo nuk ka qenë në kështu kurrë e as që do të jetë ndonjëherë. Një natë të ftohtë, një njeri ndezi zjarrin dhe ul pranë tij që të ngrohet. Pasi që drut kishin marrë flak mirë dhe krijuan prushin, në një moment dëgjon një trokitje në derë. Kush do t'jetë vallë në këtë orë? Bërofi në këmbë e shkoi tek dera për ta hapur atë. Ndërkohë, vrejnti fytyrën e vet në mënyrë që me të hapur të derës, miku t'ia bënte me dije se është i padëshirueshëm për vizitë në këtë kohë. Por, pasi hapi derën, çdo gjë ndryshoi. Ishte imami i xhamisë. Këtij i u drodh trupi dhe i ndryshoi fytyra. I uroi mirëseardhjen. U ul pranë oxhakut pa fol asnjë fjalë. E të njëjtën gjë bëri edhe imami. Pronari i shtëpisë kuptoi pse kishte ardhur imami. Kishte kohë që nuk po shkonte në xhami, ndoshta edhe javë. Namazet i falte në shtëpi dhe nuk shkonte nëpër ligjërata që mbaheshin në xhami. Gjithçka që bënte prej adhurimit e bënte në shtëpi. Pas një heshtje të gjatë, imami i u ofrua zjarrit dhe me mash e kapi një pjesë apo një gacë nga prushi i ndezur dhe e ndau me një anë. Pas disa minutash, copa e prushit u fik. E atëherë, imami e prishi heshtjen dhe i tha: "Siç po sheh edhe vetë, ishte i ndezur flak, por nxehtësia e tij nuk zgjati shumë. E fiku vetmia dhe e shndroi në një copë qymyri të zi. Do të ishte shumë më mirë sikur të qëndronte i ndezur dhe i nxehtë, sepse kështu do të ndërvepronte me zjarrin. Kështu do të ishte i dobishëm, kurse kështu i vetëm, çfarë ngrohtësie mund të jap? Thjesht një prush i pa shpirt." Mandej e kapi prushin e fikur dhe e hodhi përsëri në zjarr. Pak sekonda dhe prushit ju kthye jeta dhe filloi ndërveprimin me zjarrin. Duke u buzëqesh, imami i tha: "Më mirë të shkëlqej dhe të përcjell ngrohtësi se sa të qëndroj një copë qymyri i shuar e i pa jetë, apo jo? Vetosh me unë." Imami brofi në kam, u drejtua nga dera dhe u largua duke lanë pas vetes një pyetje me përgjigje mase të ditur. Andaj, sidomos te o vëlla, mos e lën shkuarjen në xhami dhe faljen në xhamat. Nuk është njësoj si vetë, si në xhami. Po të ishte ashtu vallë, përse Muhamedi alayhis salam me të ardhur nga Mekka në Medinë ndërtoi xhamin? A nuk e pat mundësia që t'i thonte shokëve të tij të ndershëm që çdo kush të falej në shtëpinë e vet? Vallë, se na ka motivuar aq shumë me 27 herë me vlerë namazje që falet në xhamat. Pse 1000 sevape për një namaz në xhamin e tij në Medinë? Pse 100.000 namaze në xhamin e Qabes? Më tepër se sa në një xhami kudo në botë. Po pra, sa më shumë xhamat, aq më shumë entuziazëm dhe aktivitet tek besimtari. Lutim Allahun xhaleshanuhu në këtë ditë xumaje, ne pranoj të gjitha lutjet tona, salavatet mbi të dashurin e zemrave tona alayhis salam dhe të na bëj sa më aktiv në xhamatet e tona. Deri në takimin apo perlën e xumas së radhës, ju përshëndes nga vendi i bekuar Mekke Mukarreme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.